Arrestimi në Abu Dhabi një prej drejtuesve të mafjas shqiptare në Amerikën Latine, Dritan Gjika, ka sjellë edhe akuza për tentativa vrasje nga presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro. Përmes një postimi në rrjetin social X, ai e quajti strukturën e këtij grupi kriminal si junta e narkotrafikut me seli në Abu Dhabi. Presidenti kolumbian ka deklaruar se grupi mafioz kontrollon një rrjet prokurorësh dhe portin strategjik të Buenaventurës. Ai ka lëshuar akuza se pikërisht me urdhër të këtij grupi u tentua edhe ekzekutimi i tij në disa raste. Sipas Gustavo Petros, grupi i Gjikës fshihet edhe pas vrasjes së prokurorit paraguajan Marcelo Pecci, një figurë e njohur në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut ndërkombëtar të drogës. Ky quhet bordi i narkotrafikut, me seli në Abu Dhabi. Kontrollojnë rrjetet prokurorësh dhe përmes STI-s, portin e Buenaventurës. Ata janë autorët e vrasjes së prokurorit paraguajan Pecci dhe arritën të fshenin urdhëruesit e vërtetë të këtij krimi brenda prokurorisë. Kanë tentuar të më vrasin disa herë, por pa sukses. Në krye të kësaj sipërmarrje kriminale, përveç se Dritan Gjikës, është edhe emri Ruben Çerres. Poshtë tyre renditen edhe një sër personash të tjerë, një pjesë të cilëve pronar kompanish, që dyshohen se kryen një rol të rëndësishëm në trafikun ndërkombëtar të kokainës, por edhe të pastrimit të parave. Këto kompani veprojnë në sektor të ndryshëm si bujqësia, ndërtimi, mineralet e çmuara, prodhimi i mishit dhe kultivimi i kanabisit, duke u përdorur si fasad për transportin e kokainës drejt tregjeve ndërkombëtare. Kujtojmë se pak ditë më parë edhe presidenti Venezuelës Nicolás Maduro lëshoi parlemrime të ngjashme, duke akuzuar antar të mafjas shqiptare për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vendit.